Konsumoni 3 gjethe hithre çdo ditë dhe i jepni lam të mirë çdo problemi. Sekreti si t'i përdorni. Hithra është një bime e egër barishtore që në kërcell dhe në gjethet e saj të dhëmbëzuar ka një pushtë të imët dhe që përdoret si një bimë mjekësore ose si ushqim ose çaj. Të gjithë ne shqiptarët e njohim një gatim të paktën me këtë lloj bime. Edhe më herët hithra është përdorur edhe kundër disa problemeve shëndetësore. Megjithatë, deri tani ekspertët tregojnë se ajo është efikase në lehtësimin e disa komplikacioneve. Por studimet kanë konkluduar se hithra përmban përbërës që mund të ulin inflamacionin. Ajo mund të gatuhet si në gjedhra, sallata me vaj ulliri, limon, në byrek, në supa ose edhe në salca të shijshme, që përdoren gjithashtu edhe për të marinuar mishin ose edhe peshkun. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mos anashkaloni ta bëni ushqim, çaj ose pije, ose edhe maska të freskëta me hithra. Hithra është e pasur gjithashtu me nivele shumë të mira të hekurit, kaliumit, magnezit dhe vitaminës A, vitaminës B edhe D, gjithashtu dhe vitaminës K. Ky kombinim i këtyre përbërësve do ju japë më shumë fuqi dhe ndihmojnë trupin tuaj kundër problemit të lodhjeve të ndryshme pranverore. Konsumojeni atë gjithashtu edhe në rastet kur keni probleme të ndryshme menstruale ose probleme me stomakun. Çaji i hithrës pa problem mund të zvendësojë edhe kafen e mëngjesit. Kjo pije konsumohet edhe për të detoksifikuar organizmin, si dhe për dobësim. Nëse vendosni shumë hithër në menunët tuaj të përditshme, atëherë do të fitoni një pamje më të freskët. Shtimi i hithërës në menunët tuaj do të përmirësojë qarkullimin e gjakut, është e mirë kundër anemisë, diarres, astmës, problemit të ndryshme të lëkurës e të tjera. Ndaj hithra mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese. Hithrat janë e përdorur ndër shekuj për të lehtësuar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuara kryesisht nga poleni, gjithashtu edhe pluri. Hithra është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë në falimentimin e farmacive. Ajo që duhet të dimë është se në luftën kundër alergjive, të gjitha llojet e ilaçeve mund të shoqërohen gjithashtu me efekte të shumta anësore. Ndërsa hithra jo vetëm që nuk do të ketë efekte anësore për organizmin tuaj, por do të japë përfitime të tjera në dobi të shëndetit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj mos nguroni ta keni pjesë të rëndësishme në përditshmërinë tuaj këtë bimë fantastike. Duke e përdorur atë vazhdimisht, hithra do të japë rezultate të mira në mbrojtjen e organizmit. Kjo bimë është gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe për probleme të tilla siç është Alzheimeri, artriti, astma, bronkiti, gurët në veshka, gjithashtu edhe problemet e sklerozës. Për më tepër, hithra do të përdoret për të luftuar zbokthin dhe për të hequr gjithashtu yndyrnat e tepërta nga floku juaj. Sot në Gjermani, hithra shitet si një bimë medicinale për shumë probleme, siç janë edhe ato të prostatës. Ajo përdoret gjërësisht edhe në përgatitjen e shumë recetave kundër inflamacioneve. Në Shtetet e Bashkuara, gjethet e hithrës përdoren edhe kundër problemeve të reumatizmës, artritit, tensionit të lartë të gjakut dhe alergjive. Rrënjët e hithrave përdoren si receta natyrale për rënien e flokut, ciklet femërore, problemet e hemoroideve, gjithashtu dhe ekzemat. Ndaj edhe përdorimi i tyre në përditshmërinë tuaj mund të kthehen në një aleat të vërtetë të organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citojnë në studimet. Rrënjët e hithrave përdoren gjithashtu edhe për rënien e flokut, cikle femërore e të tjera. Nëse vendosni hithrat në gishtat tuaj ose në zona të tjera të prekura nga artriti, dhimbja do të qetësohet deri në 85%, citon Step to Health. Siç mund ta keni kuptuar, përfitimet që vijnë nga kjo bimë janë të shumta dhe gjithashtu të vlefshme në dobi të organizmit. Ndaj, sipas Healthline, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i hithrës në dietën tuaj. Hithra stimulon sistemin limfatik dhe fuqizon sistemin imunitar. Hithra çliron nga simptomat e artritit. Hithra lufton alergjinë, ndihmon me diabetin, i jep forcë fetusit dhe nëna shtatzana. Gjithashtu çliron nga simptomat menstruale dhe ndihmon edhe me fryrjen dhe gjithashtu lehtëson edhe problemet e menstruacioneve. Lehtëson gurët në veshka dhe shkarkon ujërat e tepërta.
ul tensionin e lartë të gjakut, ndihmon kundër problemeve respiratore, zvogëlon inflamacionin, redukton problemet e prostatës, minimizon të vjellat, lehtëson nga i ftohti, lehtëson nga diarreja, ndihmon kundër problemeve gastrointestinale dhe konstipacionit. Duke u përdorur si larës goje, mbron dhëmbët nga problemet e shumta, ndihmon në trajtimin e problemeve të Alzheimerit dhe problemeve të tjera nervore, shkatron krimat e zorrëve dhe parazitët, mbron shëndetin e tiroides, shpretkës dhe pankreasit. Por si duhet ta përdorni hithrën? Mjafton të zjeni hithrën në ujë të vluar dhe lëngun ta konsumoni çdo ditë. Megjithatë, përpara se ta bëni këtë, duhet të konsultoheni me mjekun, sepse hithrat mund të ndikojnë te një sër medikamentesh të cilat po merrni. Është provuar se nëse po merrni ilaçe për diabetin dhe pini lëng hithre, atëherë niveli i rrahjeve në zemër, tensioni i gjakut dhe sheqerna në gjak do të ulen ndjeshëm. Ekspertët tregojnë se nëse merrni medikamente të caktuara gjithmonë përpara përdorimit të saj, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar gjithashtu gabimet në përdorim. Persona të përfshirë në studim vunë re se pas aplikimit të pastës së hithrave të shtypur, dhimbjet e kockave të tyre u qetësuan ndjeshëm. Në vendin tonë, hithrat përdoren shumë gjithashtu edhe për trajtime të ndryshme, si dhe për lehtësimin e një sër komplikacionesh. Kjo bimë është të përdorur ndërshekuj për të lehtësuar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të cilat shkaktohen nga poleni dhe pluhuri. Ndaj përfshirja e kësaj bime në dietën tuaj do të jetë një aleat e çmuar në mbrojtjen e shëndetit. Hithra, falë vlerave diuretike, është shumë e përdorur në trajtimin e problemeve siç janë ato të veshkave, gjithashtu edhe të problemeve të infeksioneve të ndryshme urinare. Lëngu i tyre është për të larguar gjithashtu lëngjet e tepërta nga organizmi që prodhon, duke lehtësuar kështu edhe funksionet e zemrës dhe qarkullimit të gjakut. Por së fundmi, një studim i kryer në Universitetin e Plymouthit doli në përfundimin se hithra mund të përdoret edhe për trajtimin e problemeve të artritit. Persona të përfshirë në studim vunë re se pas aplikimit të pastës me hithra të shtypura, dhimbja e kockave të tyre u qetësuan ndjeshëm. Gjithashtu ata vunë re se i dhimbja ishte më e pakët për gjatë trajtimit një javor. Por përse funksionon hithra kundër këtyre komplikacioneve? Sipas studimeve të mbledhura nga studiuesit, dhimbjet e personave që vuan gjithashtu nga këto probleme, siç raporton Arthritis Foundation, treguan se patën një përmirësim më të mirë të gjendjes së tyre në lehtësimin e problemeve falë serotoninës dhe histaminës. Këto dy substanca janë neurotransmetorë të cilët dërgojnë në tru sinjalet e dhimbjeve. Nga ana tjetër, kur hithra konsumohet në formën e lëngut të shtrydhur ose të çajit, u vure se kishte gjithashtu edhe përfitimet në paksimin e acidit urik. Ky acid prodhohet organizmi tret proteinën dhe akumulohet gjithashtu në nyje dhe në kockat tuaja. Ndaj përdorimi i saj në dietën tuaj të rregullt mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së trupit tuaj. Hithra mund të përdoret në forma dhe mënyra të ndryshme. Për sa kohë nuk teprohet vlerat e saj për organizmin do të jenë mbretëlënëse, gjithashtu edhe do të lehtësojë komplikacionet e tyre. Ekspertët tregojnë se përfshirja e hithrës në dietën tuaj, për sa kohë nuk teprohet mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë në lehtësimin e komplikacioneve. Në mjekësinë popullore hithra njihet si mbretëresha e bimëve mjekësore. Kjo për shkak të efekteve të saj pozitive që ka edhe në lehtësimin e një sër komplikacionesh të trupit. Përdorimi i kësaj bime gjatë periudhës së pranverës dhe të verës ndihmon në pastrimin e gjakut dhe të sëmurët me anemi. Këshillohet që gjatë kësaj kohe të konsumohet sa më shpesh bima e hithrës, kjo në formë sallate ose gatuar në supë ose në byrek. Gjithashtu mund të pini 3 gota çaj çdo ditë nga kjo bimë. Kjo bimë ndihmon gjithashtu edhe në problemet që mund të shfaqen në mëlçi dhe në prodhimin e lëngut të thëmthit. Për këtë qëllim mjekët rekomandojnë të pihet 1 gotë në ditë nga çaji i përgatitur i hithrës. Është mirë çaji të pihet herët në mëngjes për të dhënë efektet e duhura. Një ndihmë të madhe jep hithra edhe për funksionet sa më të mira të veshkave dhe sëmundjeve të tjera reumatike dhe artritit. Për përgatitjen e çajit nevojitet 1 lugë nga bima e thatë dhe e grimcuar. Kjo mas hidhet në 1 gotë me ujë të nxehtë, lihet për 15 minuta dhe këshillohet të pihet 3 herë në ditë nga 1 gotë. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.